Çfarë surprize ishte kjo Lupin? Ti ishe I vetmi nga të gjithë që më dërgove mua këtë ftesë. Përse ke fshehur emrin tënd në këtë ftesë që më ke bërë? Ka ndonjë shpjegim më të qartë në këtë pjesë? Dhe po ashtu, kush është ky tipi që ka një helmet në kokën e tij? Shumë e çuditshme. Ta them të drejtën, nuk mbaj mend që I kam dërguar atij ndonjë ftesë. Po, duket që ai do t'i bashkohet festës. E kam planifikuar këtë ribashkim para shumë kohësh dhe kisha me dëshirë të madhe që të vinin të gjithë këtu për të festuar ftesën time. Sot ne kemi për të vendosur çdo gjë në vijë. Pa shiko kush erdhi, Goemoni, sa ma kishte marrë malli për ty, o miku im? Ti më dërgove mua këtë ftesë, apo jo Lupin? Po unë ta dërgova. Si po të shkon praktika e shpatarit, je përmirësuar një qik? Të duket përmirësim ky? Pa dyshim që po. Pa shkoni kush nga këtu, Lupini dhe Goemoni, çfarë surprize. Ti je me vonesë, Jigen? Pra ishte Thorat jo që më dërgoj ato ftesë. Wow, Fujiko mine, çfarë treqen po këtu vallë? Hej ti, dhe unë mora një ftesë të veçantë ashtu siç morët ju të tjerët, zoti Daisuke Jigen? Lupin, hajde pa këtu ti. Ore, si ka mundësi që Fujiko është këtu vallë? Fujiko, kemi një problem të vogël. Jigen ka dyshimet e tij për shkak se ti ndodhesh këtu kaq papritur në lidhje me ftesën që mora. Nëse do të ishte një person I dyshim këtu do të ishe ti o Lupin. Mendoj se po bën ndonjë lloj nga ato të tuat si zakonisht. Po pa dyshim që jam duke ju bërë një lojë shumë të bukur madje. Me përpjekjet e mia hileqare, ju kam sjellur sot të gjithëve bashk pas 5 vitesh. Vitet kalojnë shumë shpejt për të gjithë. Kështu që patjetër që kam një 2 surpriza tepër interesante për të gjithë ju që keni ardhur sot. Çfarë treqin pate? Ta marrë mira, supozoj që të vinin që të gjithë këtu deri tani. Më dukesh me turi të varur Lupin. Mos të ka shkuar ndonjë gjë keq tek plani yt? Po, shkoj keq. Nga ana tjetër ti më dukesh se po argëtohesh për këtë fakt apo jo? Shumë e vërtet kjo që the. Mezi po pres të shoh tani se çfarë ke planifikuar këtë herë. Atëherë më thuaj se kur do të nis plani, Lupin? Po le të themi që pak a shumë plani pothuajse ka filluar, tani vetëm prit dhe shiko. Me që po flasim për planin, përsa të mos rris pak atmosferën. Mo hiqësër, Jigen! Do të luftosh? Ja pra! Si ke fytyrë të shfaqesh për balmeje, ora I pamën! Shporu tutje! Prit! Hiqe dorën të thash Lupin! Ore I marr, po sikur të na shpërthesh që gjithë këtu në ajër si qemi, ha? Shpërthim? Çfarë shpërthimi po thua? Po thoje që po shpërthej nga zemërimi. Jam I uritur dhe u bezdisa me gjithë ju. Çfarë ke kështu? Në vend që të bësh më I fortë, je bërë I butë si dele për 5 vitet e fundit. Aftësitë e një shpatari nuk përdoren edhe në mënyra të tjera në këtë rast, Goemon. Lupin, më thuaj më njëherë kush është ky burr. Kisha dyshime që në fillim kur erdha. S'ja kam iden fare, dhe unë kisha dyshime për atë gjithashtu. Lupin, ne kemi një problem. Ti nuk e ftove dhe atë gjithashtu, apo ke ftuar? Ma jem pak. Zeni gata? Alamet hot dogu që ka bërë. Lupin bi shkurt, mos të na dështosh tek policia vallë. Po ju nuk keni ndo paguri si çka mund gjithashtu? Kjo është arsye pse jeni kaq nervoz. Përse nuk hani një hot dog të shishëm me ketchup dhe mustard si puna ime, ë? Më mirë nxitoni para se ta ha gjithën. Lupini ka planifikuar që në fillim të na dorëzoj tek inspektor. Kjo është arsyeja pse na solli të gjithëve këtu. A nuk është e vërtet kjo, Lupin? E vërtet është kjo, Lupin? Shumë e vërtet, burra. Madje burri maskuar ka sy të mpreta si skifter. I poshtër. Dregjin. Tani vetëm dorëzoni. Thjesht merreni shtruar këtë situatë, sepse nëse nxitoni kështu, Përse e bërë këtë, Lupin? Më thuaj, pse? Po e kam një arsye për këtë, sigurisht. Zenigada është burr I mirë. Ai është karizmatik, simpatik dhe është inspektori më I mirë në botë I policisë. Ai është I vetmi që është më I zgjuar se unë. Kështu që e lejova atë të na kapte që të gjithëve.
Dhe kjo është ajo që kam planifikuar për gjatë këtyre 5 viteve të fundit, Djema. Prit, përpara se të arrestojmë të gjithë, tu kemi një çështje të lënë për gjysmë që duhet mbaruar së fillim. Unë mora po ashtu një ftesë dhe kur erdha këtu për të investiguar, më kapi syri për dikë goxha interesant në kërkimet e mia. Goemon? Çfarë? Tani i dëshuar. Kush janë të vërtet? Kështu përdoret një shpatë. Ha? Jigen! Po talleni ju? Po e drejt, jam unë Jigen, ko e gjatë pa u parë Goemon. Po ti çfarë pa dhe që u maskove si unë? Kur mora një ftesë anonime nga dikush, nuk e mendova në fillim që do ta merri dhe ti një të tillë. Mendova se do të ishte më sigurt nëse të maskusha vetë si ty dhe nuk mund duk një ide e keqe. Atëherë në këtë rast, kush mund të jetë maskuar vallë si fytyra e Gjigeni që po qëndron para nesh tashmë? Po, kam dashur me gjithë shpirtin dhe gjej këtë person që fshi si puna ime nga fillimi ku erdhën këto ftesë anonime. O bobo! Qenë këti Fujiko? Po, sigurisht që jam unë, Fujiko. Unë u maskova për të njëjtën arsye që kishte Gjigeni. Pra atëherë, kush është ajo femër që po maskohet si unë vallë? Dua që menjëherë të zbulohet ky person që është i maskuar. Tregoje veten tënde. Lupen! Edhe unë gjithashtu maskova si të gjithë ju. Nuk ma priti mendje që ju ishit brenda këtij maskimi. Lupen, por personi tjetër që po maskohet si ti, kush është? Zenigata Dora vet. Hajdoti më i famshëm në të gjithë botën, Lupen i treti, i arrestuar! Ne mund të shpëtonim gjithë atij pushtimi që na erdhi, Lupen. Po pra, unë them që ne mund të bënim një marrëveshje me ata policët. O burra, mos u bëni budallën tani. Nëse plani Zenigades nuk do t'i shkonte ashtu siç duhej, me shumë siguri do t'i urdhëronte atyre që të na godisnin me armë. Dhe që ta kuptoni më mirë, dua t'ju them që ai ishull që ndodhemi ne aktualisht është në të vërtetë një municion i tërë armësh. E mora vesh tani, për këtë arsye ai ishte shumë nervoz kur në godisja sa ndej këtë me armën time në përmure. Po ti je duke e lënë vetë që të na kapë të gjithëve. Nëse do e lija, për çfarë arsye do e shita këtë gurin me vete brenda hekurave? Ti ke marrë eksploziv me vete, Lupen? Çfarë ndodhi? Armik, kam një dhuratë të bukur për ty. Do fisni, largoni! Hey, nuk e marr vesh vallë, pse keni frikë nga një tullumbac kalamajsh? Çfarë? Do të ma paguash për këtë, Lupen! Do të shihemi më vonë, kalofsh bukur.